Shqipëria, Kroacia dhe Kosova së bashku kanë nënshkruar marrëveshjen ushtarake trepalçe në fushën e mbrojtjes. Njohësi i sigurisë Bedri Elezi ka thënë se kjo marrëveshje është lajm i mirë për Kosovën, e që nënkupton që Kosova tani më ka një aleancë për ngritjen profesionale të forcës së sigurisë së saj, saktësisht në burime njerëzore. Realizimi i një marrëveshje mes Kosovës, Shqipërisë dhe Kroacisë në lidhje me bashkëpunimet ushtarake, veçanërisht sa i përket organizimit të trajnimeve profesionale, saktësisht në përdorimin e dronëve, është një lajm i mirë për Kosovën, nga se ky bashkëpunim mes tre shteteve nënkupton që Kosova tani më ka një aleancë për ngritjen profesionale të FSK-s, saktësisht në burime njerëzore, shpreh dhe eksperti. Ai thot mëtej se kjo marrëveshje ka edhe mesazhe politike, duke sinjalizuar saktësisht Serbinë se Kosova po punon fuqishëm në ndërtimin e aleancave me shtetet fqinje. Sa i përket shqetësimit të Serbisë, nënvizon se ajo do të shqetësohet nga çdo aleancë që Kosova do të kishte në të ardhmen. Në fakt, kjo marrëveshje nënkupton edhe mesazhe të natyrës politike në aspektin e sigurisë dhe direkt sinjalizon vendet, në këtë rast siç është Serbia, se Kosova po punon fuqishëm në ndërtimin e aleancave me shtetet fqinje për të garantuar mbështetje fillimisht profesionale, pastaj edhe në çështje për prodhimin e armëve, dhe kjo nënkupton se Serbia duhet të ketë parasysh se Kosova ka qëllim ngritjen e kapaciteteve të saj, kryesisht në mbrojtje. Ne që jemi shtet që garantojmë sipas rezolutës 1244 nga NATO, e cila zbatohet nga KFOR-i, Kosova duhet krijojë aleanca të tilla të cilat ndihmojnë Kosovën në ngritjen e kapaciteteve profesionale, apo edhe në çështjet që kanë të bëjnë me shkëmbime tregtare, pjesë armatimeve dhe municioneve. Njëkohësisht tregon edhe një afërsi që Kosova ka me këto dy shtete. Padyshim që Serbia do të shqetësohet nga çdo aleancë që Kosova do të kishte me vendet siç është Shqipëria dhe Kroacia apo dhe vendet e tjera. Ne mund ta marrim këtë marrëveshje si shumë të mirë, duke pasur parasysh që FSK-ja ka nevojë për trajnime profesionale, përmbylli ai.